Ase qa kohë njëri me izolume dhe... Është kthyer në një pallat të pushtuar nga lagështira. Kjo është situata mjaft e rënduar në godinën 5 katëshe, me numër 971 në rrugën Petrela në Durrës. Hartat e lagështirës janë përhapur kudo në ambiente të përbashkëta, por dhe brenda 3 apartamenteve të katit të 5. Ekziston rreziku që panelet parafabrikate të shkëputen në pikat e bashkimit nga ndryshku. Për Durrës Lajm, banorët shprehen se problemi është krijuar 2 vite më parë, kur nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit u krye investimi që konsistonte në ndërhyrjen rigjeneruese në bllokun e banimit në lagjen numër 18 Durrës, ku u rikualifikuan 26 fasada pallatesh. Ka gati 2 vjet, jemi shumë gjendje të keqe. Ujë mrene, ujë për jashtë, ke banjo pikon komplet. Këtu për jashtë del dot kur është shi. Po rrezikojmë jetën, kalamajt, njitemi me frikë, zbritemi me frikë, është torturë. Kur fillon shiu një herë, është vdekje këtu kene. Kur e kanë rrugullu për jashta, ato punëtorët, neve na u plasë ajo taraca, sepse nuk e dim. Tashi... Dhe gjithë lagështira... Gjithë lagështirën e kemi mrena. Po të bie një plak, edhe gjysmë plake, ne hikëm, falimentum. Si banorë gjithë këtu, 3 familje që jemi, edhe ato poshtë. Në gjithë u ti marrë shpiku pjesë. Janë bërë shumë dëme? Dame, në bërë që kemë atë se unë jam me 2 kalamujt e vegjit. Lajë qoftë me nesë dritë pas e fira vjetë të ullë direkt në tokë. Shqetësimi banorëve të këtij pallati u ngrit një ditë më parë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak nga nënkryetaria Edlira Devolli, e cila kërkoi nga bashkia zgjidhje për këto familje. Në përgjigjen e tij, nënkryetari i bashkisë Elio Jani nënvizoi se problematika të ngjashme janë konstatuar në disa pallate në këtë zonë dhe do t'i kërkohet firmës që ka kryer punime të ndërhyjë për të normalizuar situatën. Fatikisht ajo është një problematikë që ne kemi hasur për pak ditësh, kemi kontaktuar me banoren. Ai është një investim që është kryer nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit në lagjen 18 dhe 16. Ne si bashki kemi ngritur një grup pune për evidentimin të gjithë problematikave që janë, sepse kemi hasur disa problematika, përveç të raste kemi disa raste të tjera. Dhe për fat të mirë, punimet nuk kanë mbaruar, është në periudhën e garancisë së punimeve dhe në bashkëpunim me firmën, gjithë problematika që të hasim për çdo qytetar, ne do marrim masat e rregullojmë ato sipas kontratës që kemi lidhur me operatorin. Nëse nuk kryhet një ndërhyrje urgjente riparuese në pallatin numër 971, situata mund të kthehet në rrezik potencial për 15 familjet që banojnë aty.